Shiroka mund të zërin në shjapën për rezultate 1-0 me kapitenin Shirokës të Draver një herë pas ndeshjes. Olti, urime për fitore. Një fitore minimale, por mendoj e merituar. Them drejtën, po, plotësisht e merituar, ne dominuam lojën, çarkulluam me topin, ishte fitore merituar. Mi thënë dhe jo të tjera, jeni kapiten, zëvendës kapiten, për sot ishit me shiritin e kapitenit që nga minuta parë, për arsye se kolegu juaj Vuca ishte në sot për pjesën e parë. I kënaqur për besimin që ju ka dhënë stafi teknik? Shumë i kënaqur, në fakt jo se nuk kam përgjegjësi herë tjera, por sot kishte përgjegjësi më tepër se edhe me shiritin krah dhe tham se ja shpërbleva besimin. Duke kthyer tek ndeshja, aty jo pak raste. Ndoshta mendohet barazimi kur po hestin minutat dhe nuk po delte golin drejt. Tu po edhe lojën e ekipit në fakt kisha besim se do ta xharshim golin, edhe rastet pavarësisht se u hupen rastet, po kur ka raste shumë s'ka kam shku pa dal goli, kështu që jena të kënaqur. Një Shirokë edhe pse u mund javën e kaluar me rivalin tjetër në Libras nga Sopoti, por sa tjetër pretendente besoni se do të realizojnë objektivat për kaluarin e parë. Them drejtën, edhe trinaj që kanë met, na do ta respektojnë kampionatin deri në fund, por më tepër jena të fokusuar për mas me ul ritmin edhe të mendojmë për play-offin. Ballafaqimi i fundit është me ekipin kryesues Beslidhja sipas kalendarit. Po e prisni me interes të lutem me skuadrën kryesuese? Aty do të tregojmë forcën, shkojmë plozim futboll ndesh, fitojnë më i miri, kështu që them se do të bëhet një ndeshje e bukur. Sepse kujtojmë në fazën e parë në këtë stadium Rashid Rusi ishte me vërtet një spektakël i vërtetë dhe në barazim u mbyll 1-1 ndeshje. Besoj që spektakli do të jetë edhe ndeshjen e kthimit atje në Lezhë, që jena pothuajse 80% të dy ekipeve jena djem Shkodran, shpresojmë që të bëhet një ndeshje e bukur. Olti, fol në aspektin personal, i kënaqur me ecurinë tuaj gjatë këtij kampionati? Shumë i kënaqur, të po parasysh se Shiroka ka 2 vite ekip që është kriju, tham drejtën kena kriju një super grup dhe besojmë deri në fund që do të arrijmë të njëjtën në një kategori më lart, edhe pse me play-off, por unë besoj te forca e grupit, kështu që tham se do t'i arrijmë. Në ndeshjen e sotme, por edhe javën e kaluar, prej 2 javësh drejtimin si trajner i parë ka marrë Arditmani, i cili është pjesë e klubit për disa kohësh dhe një fëmijë të skuadrës, i kënaqur me profesor Manin dhe stafin teknik. Me profesor Arditin e kena filluar qysh fillim fakt në fillim të sezonit, duke krijuar edhe grupin që në fillim, kështu që tham se e njeh edhe komplet ekipin, pothuajse e ka krijuar edhe vetë qysh fillim me disa ardhje në januar, kështu që besoj shumë te ky ekip, shpresojmë që në fund t'ia dalim edhe të njëjtën kategori më lart, edhe pse me play-off. Për ta mbyllur javën e ardhshme jeni mysafir në Gramsh, në një ndeshje që nuk është e pavështirë. Ne do të shkojmë të luftojmë atje, të fitojmë deri në fund gjitha ndeshjet, bëjmë kampionatin tonë, kështu që mos ta ulim ritmin.